Rruga nga ajri ishte vetmja mundësi e lidhjes së fshatrave të komunës Lur në Dibër me pjesën tjetër të vendit, ku duhet të furnizohen të paktën me ushqime dhe ilaçe. Por përpjekja e helikopterit për të ulur në këtë zonë krejtësisht të bllokuar dështoi për shkak të erës së fortë, ndërsa grupi ynë i xhirimin ndoqi të vetme rrugë toksore në drejtim të qendrës së komunës, një rrugë që edhe në verë është e vështirë ta përshkruash. Në kilometrin e 43 pas i lan pas qendrën e Rrëshenit, dëbora arrin lartësinë rreth 1 metër. Komuna Kurbnesh ishte e fundit që ka rrugën e hapur. Provojmë të çajmë rrugën e mbuluar nga dëbora rëm pa rreshtur 10 ditët e fundit duke përdorur zinxhirët. Asnjë mjet që duhet të hapte rrugët për emergjenca civile nuk duket në këto anë. Ishte e pa mundur të udhtonim më tej me makinën tonë. Për të ardhur këtu në komunën Lur na u desh të udhtonim 2 orë në këmbë për të takuar njerëz të izoluar tërësisht. Fshati i Krej, dikur i banuar nga 160 familje, sot nuk numëron më shumë se 40 banor. Selman Xhoçi është kryefamiljar në familjen me 9 antar. Seldi që ende nuk i ka bërë 1 vjeç është më i vogli. Ai e kalon ditën në përkujdesjen e motrës më të madhe në këtë diep pranë sobës që djeg dru gjithë ditën. Prindrit kujdesen për bagtit i vetmi burim për të mbajtur frymën gjallë. Po, s'kena ku me shit, veç këtu. S'ka ku me shit, s'ka rrugë, s'ka gjana. S'ka investime. Ke shkuar në shkollë këto ditë? Jo, Pse? asë nuda. Prej 4 ditësh në këtë zonë mungon tërësisht energjia elektrike, po ashtu dhe linja e telefonit. Është mot i keq dhe askush nuk rrezikon të përpiqet t'i riparojë. Po nëse jemi furnizuar herët, mund t'ja kalojmë. Nëse s'ke ka marrë furnizimi, është shumë vështirë me u furnizu. Për fat, këto ditë në fshat nuk ka patur emergjenca jetësore. Në të kundërt, askush nuk di të thotë cila është zgjidhja. Komunikimi vetëm me dal me kam, me pas fuqi me ecur. Se për ndryshe s'ka edhe telefoni nuk punojnë valët. S'ka ardhur kush fare. As na ka dal kush me na pyet për këtë punë. Infermierja e komunës tregon se jo vetëm e ka të vështirë të udhtojnë nëpër fshatra kur duhet ndihma e saj, por edhe ato pak ilaçe për emergjenca po i mbarojnë. Duke qarë borën me zor. Është mbi 1 metër borë. Po në rastet kur ka emergjenca, kur ka të sëmur, ka pasur këto ditë? Jo, këtë ditë fatmirësisht nuk ka pasur, se s'ke qarë bon. Atë urgjenci kam pasur, edhe gati mbaroj, s'kam dhe ku me marë furnizim tjetër. Parashikimet se moti do të përmirësohet shpejt janë pesimiste. Atëherë ajo që mbetet është kthimi i syve nga qielli.